Përshëndetje të dashur shikues, sot do të vazhdoj me serialin Qyteti i Largët, një histori që duket se u ka tërhequr që në episodin e parë. Shpresoj që tashmë të jeni adoptuar me ngjarjet dhe personazhet, sepse drama sapo ka nisur të thellohet. Pas aksidentit tragjik, tensionet arrin kulmin, Ajla akuzohet drejt për drejt nga vjera e saj, e cila pretendon se ajo është fajtore për vdekjen e të birit, Boros, pasi ishte Ajla ajo që drejtonte makinën natën fatale. Dhimbja e vjerës shndrohet në zemërim dhe vendosmëria e saj për të ndëshkuar Ajlën bëhet edhe më e fortë. Nga ana tjetër, ajo kërkon që Ajlës t'i merret djali i vogël, duke pretenduar se nuk është e aftë të jetë nën në këtë gjendje. Në atë moment prekës, Ajla e përqafon fort djalin e saj, duke dridhur zërin teksa kërkon që të mos ja marrin. Frika, dhimbja dhe fuqia përzihen në një skenë që prek çdo shikues. Reagimi i zonjës është i egër, i ftohtë dhe i pamëshirshëm. Dhimbja e saj nuk shfaq më lot, por një zemërim të errët që mbush gjithë ambientin. Me një ton të prerë dhe urdhërues, ajo kërkon që askush të mos derdh lot në ceremoninë e varrimit të Borës. Sipas saj, lotët janë dobësi, ndërsa ajo dëshiron hak, jo mëshirë. E bindur se vdekja e djalit të saj nuk kishte një aksident, ajo shikon rreth e rrotull me sy të akullt dhe shpall. Dikush do ta paguaj këtë, askush të mos qaj, vetëm hak të merret për te. Në shenjë në nshtrimin ndaj urdhrit të saj, të gjithë të pranishmit, familjar dhe miq, ngritën armët drejt qiellit dhe menjëherë shpërthyen një breshëri e fuqishme plumbash, një ritual i errët që shënon fillimin e një konflikti të ri. Duke parë reagimin e egër në funeral, shpërthimin e të shtenave me armë dhe urdhrin e hekur të zonjës, Ajla tmerrohet. E mbërthen fort djalin e saj të vogël duke e mbuluar me trup. Ajo i përshpërit me zë të dridhur, mos ki frikë, mami është këtu. Por ndërsa zemra e Ajlës rre fort nga paniku, Denizi i biri reagon në një mënyrë krejt të ndryshme. Ai hap syt i çuditur pa frikë, madje me një lloj kurreshtje të gëzuar. Për te tingujt e armëve nuk janë një kërcënim, i duket si një lojë. Fytyra e tij ndriçon dhe ai fillon të qesh lehtë, sikur po shikon një spektakël, jo një funeral. E tronditur nga gjithçka që po ndodh përreth, Ajla e ndjen se nuk ka më fuqi të përballojë situatën. Duke mbajtur ende Denizin në krah, ajo telefonon Izetin, avokatin dhe mikun më të besuar të burrit të saj. Izet, të lutem, më ndihmo, nuk dua të rri më këtu, dua të ik me djalin sa më larg dhe sa më shpejt. Ajo nuk po kërkon thjesht një zgjedhje ligjore, ajo po kërkon shpëtim. Izeti ndryshon tonin sa po dëgjon gjendjen e Ajlës, ai e kupton situatën më mirë se kushdo tjetër. Me një zë të vendosur i premton: "Qetësohu Ajla, do ta gjejmë një mënyrë, nuk do t'ju lë vetëm, do të largoheni dhe sa më shpejt." Kjo premtim për të ikur, për të shpëtuar nga ky ferr, i jep Ajlës një grim shprese. Ndërkohë që familja përballet me dhimbje dhe tensionet e brendshme, Xhan nis të lëviz në eshtje. Ai nuk mund të pranojë idenë se vdekja e të vëllait ishte thjesht një aksident. I vendosur të zbulojë të vërtetën, Xhan fillon të kërkojë informacione. Çdo informatë e re e shtyn gjithnjë më thellë në dyshime. Sa më shumë kërkon, aq më shumë e kupton se natën e aksidentit ka pasur shumë gjëra të paqarta. Pas premtimit të Izetit për ta ndihmuar, Ajla vendos të mos u mbas më kohë. Ajo përgatit gjërat dhe menjëherë do të largohet nga shtëpia me qëllim që të strehohet përkohësisht në një hotel. Por sa po kalon portën e oborrit, rruga i ndërpritet. Xhan del papritur përballë saj, duke ndaluar në vend. Shikimi i tij i ashpër dhe i mbushur me dyshime e paralizon Ajlën. Ai e kupton menjëherë se ajo po përpiqet të largohet dhe fillon ta vëzhgojë me dyshim, si të kërkonte përgjigjet që deri tani askush nuk ja kishte dhënë. Tensioni rritet në ajër, Ajla përpiqet të gjejë qetësinë, ndërsa Denizi e shtrëngon fort pa e kuptuar rrezikun. Dalesa e papritur e Xhanit jo vetëm që i prish planin e arratisjes, por e ve Ajlën në një pozitë edhe më të vështirë. Xhan përpiqet të marrë kontrollin e situatës duke e vendosur përballë Ajlës me një qëndrim autoritar. Ai shfaqet i ashpër dhe kritik, duke e qortuar për faktin që po tenton të largohet në një moment kaq delikat, sikur një veprim i tillë të tregonte mungesë respekti ndaj kujtimit të burrit të saj të ndjer. Çdo gjest i tij synon ta ndalojë dhe të vendosë nën presion emocional. Nga ana tjetër, Ajla nuk të riqet, ajo qëndron e palëkundur në bindjen se është e mbajtur me forcë në atë shtëpi, një vend ku nuk ndihet më e sigurt. Ajo i bën të qartë se prania e saj aty është e detyruar, e ngarkuar me tension dhe kërcënime të heshtura, dhe se e vërteta është se ajo dhe i biri po përballen me një presion të padurueshëm nga familja.
Ema e Gjeanit e nxitur nga dhimbja dhe zemërimi për humbjen e Borës, ajo akuzon drejt për drejt Ajlën për vdekjen e djalit të saj. Qëndrimi i saj është i ftohtë dhe i pamëshirshëm, i mbushur me bindje të verbër se Ajla është shkaktare e gjithçkaje. Në pranin të Gjeanit ajo shprehapur vendimin e saj. Denis do të qëndrojë në shtëpi sepse është nip i tyre, gjaku i familjes dhe pasardhësi i të birit të ndjerë. Sipas saj, fëmia u përket atyre dhe askush nuk guxon ta largojë. Sa i përket Ajlës, ajo shpallet e pa dëshiruar. Me gjithë tensionin që ka pushtuar familjen, Denis Befa shfaq një afrim të papritur dhe të çuditshëm ndaj xhaxhait të tij Gjianit. Fëmia e sheh Gjianin si një figurë të fortë dhe të admirueshme. Me sinqeritet, fëmia ja shpreh dëshirën që kur të rritet të bëhet pikërisht si ai, një burr i fortë që mban armë në brez. I hutuar dhe i prekur nga afrimi i tetit djalit, Gjan vendos të marrë një qëndrim të qartë. Ai nuk do të lejojë që nipi i tij të rritet mes armëve dhe dhunës. Përkundrazi, ai bën me dije se do të kujdeset për Denizin të marrë arsimin e duhur. Me gjithë tensionin që ka pushtuar familjen, Denis Befa shfaq një afrim të papritur dhe të çuditshëm ndaj xhaxhait të tij Gjanit. Fëmia e sheh Gjanin si një figurë të fortë dhe të admirueshme. Me sinqeritet, fëmia ja shpreh dëshirën që kur të rritet të bëhet pikërisht si ai, një burr i fortë që mban armë në brez. I hutuar dhe i prekur nga afrimi i tetit djalit, Gjan vendos të marrë një qëndrim të qartë. Ai nuk do të lejojë që nipi i tij të rritet mes armëve dhe dhunës. Përkundrazi, ai bën me dije se do të kujdeset për Denizin të marrë arsimin e duhur. Njëri nga njerëzit pranë Gjanit duket se mban një lloj hatërmbetje të fshehur dhe shikimi i tij ngre pyetje se për çfarë bëhet fjalë. Ky mister do të zbulohet gradualisht në historinë në vijim, ndërsa rrëfimi hapet dhe njihemi me sfondin dhe motivet e personazheve të tjerë. Në serial shfaqet një familje tjetër e cila që në fillim duket e tensionuar dhe i ndinjuar ndaj familjes së Gjanit. Arsyet janë të thella dhe të ndërlikuara. Baba i tyre ndodhet në burg dhe kjo situatë ka krijuar një marrëdhënie të tensionuar me njerëzit pranë Gjanit. E shoqja e burrit të burgosur mbaret brenda vetes një urrëtie të fshehur ndaj familjes tjetër, e nxitur nga rrethanat dhe humbjet që ka përjetuar. Megjithatë, gjërat nuk janë të thjeshta. Fëmijët e kësaj familje janë të rësisht të ndryshëm. Ata ndjejnë ndjenja të forta dashurie dhe admirimi për vajzën dhe djalin e familjes së Gjanit. Nena e Gjanit shfaqet e prerë dhe vendosur, duke i dhur akuza të rënda ndaj Ajlës. Ajo akuzon atë se ka shkaktuar vdekjen e të birit dhe pretendon se motivi është pasuria e tij. Sipas saj, gjithçka që ndodhi është e lidhur me interesat materiale dhe ajo shpreh se Izeti, avokati i saj, është në të vërtetë i dashur i Ajlës, që në fakt përshkallëzon tradhtin dhe zemërimin në shtëpi. Megjithatë, fëmijët e saj shfaqin një qëndrim krejt ndryshe. Ata nuk pajtohen me këto akuza dhe duket se kanë një ndjesi të ndritur për të vërtetën, duke shfaqur një dashuri dhe besim ndaj Ajlës dhe familjes së saj. Në serial shfaqet edhe një histori tjetër dashurie, me pafajshme dhe ndërlikuara nga rrethanat familjare. Djali i vogël, Kaja, shfaq një afeksion të veçantë për një vajzë tjetër, por kjo dashuri nuk është e lejuar. Arsyeja qëndron te asmëria e vjetër mes familjeve të tyre, një konflikt që pengon ndjenjat e atyre të shprehen lirisht. Në serial shfaqet dhe një mister i vjetër i jetës së Gjanit, duket se një nga kundërshtarët ose armiku i tij kishte dashur dikur vajzën që Gjan kishte qenë i martuar. Kjo lidhje e kaluar e mbushur me emocione të pakapërcyeshme dhe tension, duket se ka krijuar urrëtie dhe armiqësi që kanë ndikuar në marrëdhëniet e sotme midis familjeve. Motra e Gjanit ndodhet në një marrëdhënie abuzive, burri i saj e kontrollon dhe e mbikëqyr në mënyrë të vazhdueshme, duke e mohuar lirinë dhe duke mbajtur në ndikimin e tij. Për më tepër, ajo rezulton të jetë shtatzan, një situatë që e bën gjithçka më të ndërlikuar dhe më të rrezikshme.